Nureddin Ibishi, kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit, ka thënë se refuzimi që LDK-ja i bëri vetëvendosjes për koalicion, partia humbi një shans të mirë për të marrë një pozitë të mirë në qeverisje. Oferta është refuzuar. Në politik nuk duhet thënë asnjëherë jo dhe qëndroj në atë pozicion. Por sigurisht, nuk ka inate, ka thënë ashtu, ka thënë kështu. Mendoj që LDK ka pasur një shans të mirë me marrë një pozicion të mirë në bashkëqeverisje dhe me zgjidhë situatën, ka thënë Ibishi. Ibishi ka folur dhe për krizën në kuvend, ku ka thënë se kërkesa e opozitës që vetëvendosje të ndërrojë pozicionim për kryetar kuvendit është lojë. Është çështje e partisë, e drejta e saj të propozojë kandidaten. S'munden tash partia ose individ ta kundërshtojnë për çështje të caktuara. Kjo kërkesë për ndërrim të kandidatit është sistemi i lojës. Dyshoj që edhe nëse e qasin kandidatin tjetër, do e votojnë, ka thënë Ibishi. Ndonë se nuk ka marrë për krajën e shumicës, Albulena Haxhiu është propozuar sërish nga lëvizja vetëvendosje për kryeparlamentare. Artan Arbashi është shprehur se Haxhiu ka përvojën e dur për të qenë kryetare kuvendi. Lëvizja vetëvendosje ka dhënë propozimin për kryetare të kuvendit, ajo është zonja Albulena Haxhiu, e cila e ka legitimitetin e plot politik, besimin ton të plot dhe përvojën e mjaftueshme për të qenë një kryeparlamentare e denjë, ashtu siç i ka hije dhe siç i ka nevojë kuvendit të Republikës së Kosovës. E nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndryshuar qëndrim. Armen Zemaj, nga kjo parti, thotë se vota e tyre kundër nuk lidhet me individin, por me subjektin politik. Për LDK nuk është problem emri i përvetshëm. Për Lidhjen Demokratike të Kosovës është lëvizja vetëvendosje, sjellja e saj, por edhe veprimet e saj komfort, rezultatet zgjedhor ose konform pushpënimit reciprok që duhet të kishte në suaz demokratike.